Me të vërtetë që isha dhe javën e kaluar po këtu, por sot unë dhe mikrofoni jemi dashur një gati të dëgjojmë një bisedë, një intervistë shumë të këndshme me shpizën Bukë e Gjathë dhe themeluesin e tyne, zotin Altin Prenga. Përshëndetje. Përshëndetje Noel. Mirëmbrëma, si jeni? Mirëmbrëma. Këtu i herë më pëlqej shumë. Era e mirë, shija e mirë, po unë du me ditë më shumë rreth shpizës. Ç'a gatuni ju këtu dhe ç'a ofroni ju për qytetarët? Atëherë pikë pari tjera komplimenta sepse jam shumë. Sa vjeç je? Unë jam 14 vjeç. Je 14 vjeç dhe të përgëzoj shumë se je shumë i eloquent dhe të flet shumë mirë dhe ta kam lakmisur unë vetë si katonor nuk arrit dot me ken sigurti. Edhe je super çun. Këtu thjesht kena vënë 2 stenda klasike me produkte 100% shqiptare. Dhe ideja është me bë ato çka me gatuar të çka kena zonës tonë, edhe me shit disa produkte, disa vina me blesë janë miq tonë të Mrizit. Shkodran që vinë edhe ke Mrizi zanave. Si u kriju kjo ideja e kësaj shpizës edhe ç'a e ban unike? Kjo ka ardhur si pasojë e ftesës së kryetarit bashkisë se do të më dhënë jetë pak a shumë për karnavalet e qytetit, edhe na mundun pak a shumë me u bë pjesë e kësaj feste. Më pëlqen shumë sepse periudha kur është bën Noel, është bën një periudhë që është periudha gati më gre e vitit. Nuk ka as pranverë, as festa, se kanë kalu festat. Është një periudhë shumë gre. Duhet jenë periudhë gre, atëherë kanë kriju këtë idenë me me bën diçka të bukur që t'i jap ngjyra, dhe në fakt karnavalet janë gjëra më fantastike sepse janë plot ngjyra. Dhe në fakt edhe kur kena pa paratat është diçka shumë e bukur dhe presim nga nesër mbrapa me pas parata më fantastike deri dielën. Do të diçka që për mendimin tim do t'i jap shumë optimizëm qytetit Shkodrës në një moment që është pak gri vitit. Po mirë, një traditë e veçantë e trashëguar është edhe shprehja Bukë e Gjathë. Ç'a mund na tregoni pak më shumë? Atëherë unë e kam bën si provokim sepse ti e din sigur do me bën një brand, do të më lut pak edhe me fjalët. Edhe Bukë e Gjathë në fakt nuk i përket zatërimit teme, po unë kam origjina mirditore dhe kam desh me bëj provokim të vogël me mirditën. Ato e quajnë gjathë, në fakt në zatërim edhe në Shkodër quhet djathë. Por dialektet janë për mendimin tim janë pasionimi i kulturës, sikur janë ngjyrat e karnavaleve, si janë plot ngjyra, edhe dialektet duhet me kenë bukura dhe duhet me kenë sa më shumë dialekte. Dialektet e pasurojnë qytetënimin dhe pasurojnë gjithë qytetet për mendimin tim. Ashtu është në fakt. Po si u prit nga qytetar Shkodran prezenca juaj? Sinqerisht më ka befazuar sepse kisha frikë se thash ndoshta për shembull mundën me znobu, por në fakt nuk është ashtu. Janë tregu fantastik dhe kanë ardhur shumë me na vizitu dhe me ble produktet tona dhe sinqerisht jam shumë Janë bë fanca zjarrt. Po, janë bë shumë fanca zjarrt dhe i falenderoj shumë të tanë, sinqerisht, edhe bile jam shumë i emocionuar për këtë situatë, si shikon edhe këtu, por edhe për faktin që të kam këtu. Po, falenderoj. Po mirë, unë kam një pyetje. Keni marrë ndonjëherë pjesë në vende të tilla apo është i pari për Mrizin? Ne kena bë disa gjatë vitit, bëjmë edhe panajire, thjesht shumë herë krijohet rrallë me ble produktet edhe jam shumë i lumtur. Por i funi që kena bën ka kanë fiks me njëjtën term që quhet Bukë e Gjathë dhe kena bën në Tiranë dhe ka funksionuar shumë mirë me thënë drejtën. Edhe në Tiranë me thënë drejtën ka funksionuar pak më shumë se normalisht ky qyteti duhet me pas më shumë njerëz. Por Shkodra është dashni. Ashtu, sa bukur. Mrizi Zanave është një pikë kulturore, kulinare, traditë shumë vjeçare. Sa të lumtur jeni ju për suksesin dhe kontributin që keni dhënë, jo vetëm për shqiptarët, por edhe turistat e mbarbotës. Noel ti je shumë i ri dhe me kohën do ta realizosh këtë gjë. Po unë për veti unë kam pas një hënar më u kthy ke vendi ku kam lind edhe me bë diçka të bukur. Edhe për ditë duket e pabesueshme, më bën 15 vjet që jam të punu aty dhe për ditë duket shumë honor kjo mrekulli, këto njerëz që vinë me na preferuar me ble produktet edhe për mendimin tim nuk e di, është diçka që nuk mund ta imagjinoj dot dhe sinqerisht nuk e kam menuar kur suksesin tim nga madh dhe jam shumë i njohës njerëzve dhe Zotit për çka më ka dhënë. Kjo ishte fakt një nga pyetjet e mia që a e pristi një sukses tillë, a e kishit parashikuar në fillimet tuaja? Asnjëherë. Unë kam menuar se ka njerëz, sepse unë e kam punuar në katon, e kam hapa agroturizmin tim, sepse kam menduar se njerëz që janë mërzit nga jeta urbane kanë nostalgji për katunin dhe kanë nostalgji për ushqimet e katunit. Por kam menduar që me kohën kur njerëzit ngopen me makarona me pana, kanë qejf për Bukë e Gjathë. Por duhet me herë më ngopen me makarona, pse ne në komunizëm na është me hor makarona me pana. Atëherë mas i marrojnë të ngopin makarona me pana, njerëzit kthehen ke kujtimet e fëminisë, ke ato që ka thënë durët e nënës, e gjërat autentike. Atëherë kam menduar se atëherë kur kam hapur kanë pak njerëz
tash janë shtu dhe për herë për çdo vit shtohen njerëzit që kanë nostalgji për katunin dhe ushqimet e mira që ka katuni. Krejt bukur. Unë doja të pyesja një emër shumë i veçantë, Mrizi i Zanave. Si erdhi ideja e këtij emri për sipërmarrjen tuaj? Unë kam linë në Fisht, në vendin ku kanë linë 6 fishta dhe një nga veprat që ka pas 6 fishta ka kanë një përmbledhje poezish, një libër që quhet Mrizi i Zanave. Si zgjidhni produktet për restorantin tuaj? Unë fakt nuk më pëlqen me qytë restorant se Mrizi është diçka shumë më e madhe se thjesht një restorant, po kështu po e titullojnë. O sa i mirë çaga, unë i goçava shumë e eloquent. S'kishte ndonjë është intervista më mirë jetë teme. Wow. Faleminderit. Edhe jam shumë i lumtur, emocionuar shumë sepse ke emoshën e re dhe të përgjigjoj shumë. Atëherë unë nuk kam mundësi me zgjedh. Për mua executive chef, ai që vendos për mua, është natyra dhe çka kam. Unë domethënë këtë menuën teme vendosi me çka kam. Atë që kam i kam durë të lidhme. Qëse unë tash nuk kam domate, molla torta, nuk i kam të freskëta, unë duhet me përdor atë që ka. Kështu që unë marr atë që ka. Kështu që jam i detyruar me çka më jep territori Stina dhe çka kam vënë për dimën i tash me përdor atë që kam. Shumë herë miqtë ton mundin me kanë të mërzitur sepse mendojnë thonë, "Oh, si ka mundësi unë kam marrë verë, jam kënaqur të hongër, kam marrë domatine, kam marrë molla torta të mëdha, kam marrë fiç. Tash nuk i ke. Po si kam se nuk ka Stina. Duhet me një Stinën në menu dhe kjo na bën pak a shumë të veçantë, jo të tonë e kuptojnë, dikush edhe mundet me kemeti i zgënjym, sepse ndoshta mundet me kanë më i varë vendimin, po ne jena të çajna, jena të sinqert me çajna. Po mirë, çfarë bën Mrizin veçantë nga vendet e tjera? Asisan. Asisa? Ja, unë mendoj se mundin me kenë si Mrizi shumë struktura në Shqipni, në gjithë vendet e troje shqiptare, duhet thjesht me fillu me dashur veten tonë dhe me përdorur çka kanë katunart. Atë rrotull. Dhe unë mendoj se nuk ka asnjë gjë të veçantë, më pyesin shpesh edhe për bukën me djath. Çka ka të veçantë që veshin njerëzit në rrallë? Unë i tham asnjë gjë. Është thjesht bukë mirë, djath i mirë. Po bukë mirë, djath i mirë mundet me bëj edhe malsor. Dora e Mrizit Zanave, po, normalisht. por mundet me bëj edhe një malsor, mundet me bëj edhe një militor, mundet me bëj edhe tropojan, mundet me bëj edhe një velipoj. Sepse fushat e begata, zonave fushore bëjnë tamel të mirë dhe mundet me bëj djath i mirë edhe atje. Kështu që nuk ka asnjë gjë të veçantë. Super. Më pëlqej shumë kjo përgjigje. Po mirë, unë du me kalu pak te këto pyetjet e mia flash. Okej. Do doja të më përgjigjesh shkurt edhe shpejt. Po. Atëherë, cilat janë sfidat më të mëdha ose sfidat e para që keni hasë gjatë ndërtimit të biznesit tuaj? Me besu njerëzit ke unë. Sa bukur. Pse nuk kanë pas njerëzit besim tek? Fillim ka qenë shumë vështirë. Aha. Mrapa me kohën është bë makullaj, fillim po. Tash për shkakun njerëzit besojnë mua dhe mu duket e pabesueshme. Oh. Po mirë, çfarë këshilli do t'i jepnit një biznesmen, një sipërmarrësi të ri, në moshë të re që don me marrë përsipër një biznes të madh? Unë mendoj se duhet me u lidh me rajt, me vendin, me identitetin që ka, me një origjinat e veta dhe mbi ata me ndërtu fabulën e historisë vet. Mbrapa mundet mu bë edhe presidenti i Amerikës, por pikë pari duhet me ngul rajt me tokën edhe me ditë kush është. Cili është reactioni apo reagimi më i mirë që keni marrë nga një klient, nëse e mani mend? Nuk moj me asnjë veçantë, janë shumë. Ka shumë Mrizi, ka shumë. Edhe së fundmi, a keni plane me zgjeru konceptin e Mrizit Zanave edhe më tej? Atëherë tundimi është për gjithmonë ideja jonë është më shumë më kompaktu. A di çfarë di unë do shumë me influencu të ri si puna jote, edhe me shumë se si me ndryshu vendin tëm, që të bëhet një vend më i jetueshëm edhe më me përdor sa më shumë produkte vendit dhe më vjen keq fort se shumë herë për shembull akoma sot në 2025 95% të strukturave në për qytete shqiptare përdorin produkte importit. Hala moda është makarona me pana, burger, cheeseburger, pizza dhe më fakt më vjen shumë keq. Unë mendoj se ardhmja është më u kthy ke raja. Super. Tani unë mbarova me pyetjet, po do doja të bashim bashkë një ecje rreth shtëpizës. Këtu, hajde. Po, me knasi. Atëherë këtu kena bukën me gjath. Po? Edhe nuk ka asnjë sekret. Ky nuk bëhet me salciçe viçit. Bëhet me salciçe lopet. Se lopa kushton më lirë. Por ama, mishi i lopës mund të më kenë më mirë se mishi i viçit. Sepse mendoj se ka më identitet, ka më arshije, sepse mishi i viçit njom, përveç se kushton shtrenjt, është edhe ka edhe shijen gati mishit puls, është mish tomlit. Mishi i tomlit nuk ka profil, kurse mishi i lopës ka një histori dhe është më me fibra, por kur e grinë e bën salciçe është më mirë. Ama është lop vendit, është produkt i katunarëve tonë. Edhe fërgojmë shumë thjesht, temperatura duhet me kenë lart. Këtu bëjmë djathin e zihem dhe përdorim djathin kaçkavalltonin si e bëjmë vetë, ashtu ai atje. Përdorim klyn katunit, siç e shikon këtu. Këtu kena bën zi para një qull që bëhet me miell, me tomel, i krytuar dhe me kryp. Mrapa e zimë edhe me djathin e tharm, është një djath
që du të mu thartu, se po nuk o thartu, djathi kur e zi nuk zgjatet, edhe e zi, me thjeshtësi maksimum, nuk ka asnjë sekret edhe bëjmë mrapa kur bëjmë buken nuk e bëjmë vetë, sepse nuk e dal dot me bën kështu, du të me kenë millit 00, i hedhim marrë salcën e domateve të thata, që i bëjmë vetë, inito, me vaj ullinit venit sakt, me arra venit sakt krypuna, shumë pak, edhe i hedhim marrë dhe bëjmë ato që është buka me gjatë, që e kena quajt pak është provokim, sepse kur ti bën diçka gati edhe antipatike, sepse mos buki gjatë është tepër, është e rëndë, të met mshenjë si brend, edhe shumë kush diskuton, edhe ne kena dashur të njerëzit diskutojnë. Kurse nga ana tjetër kena bë petullat janë simbol tipik i karnevaleve, po shkojmë i tesh. E kam vënë re që janë shoqëruar edhe me shprehje dhe me simbolika të ndryshme. Po, atë këto mi kanë thënë njerëzit, sepse unë kam bërë një shpallë të vogël në Facebook, dhe kena bë petullat me moll, që thjesht marrim mollën dhe bëjmë një çull petullash me vezë, me tamel edhe me qumë edhe me miell, po edhe bëjmë petullat me moll, bëjmë petullat me kështej. Kena kështej të thotë, kena blu, kena bën recet dhe i mushi mrena me kështej. Po ato janë petulla me kështej, po. Ato në fakt nuk është tradicionale shqiptare, ato janë petulla që zakonisht bëjnë danez, por kur ti bën me produkt vendor, unë mendoj se po kthehen traditë. Mrapa kena që të tregoj këtu afër. Kena këtu që kena, unë kam porosit ke bagjoja eme një kaçkavall klasik dhe bëj në një këtë formë dhe thjesht marr një fet kaçkavallit thjesht, e fus marr në njëtin brum petulla dhe e hedh dhe e fërgoj. Edhe bëj këtë kaçkavallin i to. Këto janë ato me moll si thash, kurse këtu kanë bërë petullat klasike, unë i thuj petullat e krushve, sepse kur kanë shku me marr nuse, i kanë qit petlla me djathë mjalt. Është këtë e thjesht. Dhe në fund kam një këtë i ton që është petulla me gjizë. Gjizën që e bëjmë vetë frest, e përzim me çdo kile gjizë 500 gram sheqer, pak likur limonit, e furlojmë dhe bëjmë është pa kryp, dhe bëjmë petullat e mushuna. Këto janë petullat që kena shërby, vaj është vaj kikrik, nuk përdoret vaj ullinit sepse ka temperaturën më problematike. Mirë do ishte me vaj ullinit po jep shije dhe nuk ban. A din? Pra mrizi mendon për gjithë. Po munona. Vaj për shkakun është vaj industrial, tham drejtën. Me kanë sinqert me klientin, më thonë sikur janë gjanat. Kurse produktet e tjera munona me kanë sa më shumë lokale, mollë janë mollë venit seriozisht. Bëjmë pak edhe disa nga këto shprehjet këtu. Atëherë këtu kam bën me bën pak ironi, quhet don't take my petulla, mos i adin, edhe pak a shumë është ajo mos ma his petullën. Mos ma his petullën në anglisht. Po. Se mos ma his petullën është një shprehje. Okay. Mos ban petullën në ujë është një shprehje tjetër, sepse ti ku i hedh në ujë petullën zihen dhe shpërndahen, nuk bëhet petull. Mos më shit petulla është një mënyrë me të thonë mos më rrej. Mendje petulla është kur ti nuk e mend. Okay. Rasti kundër ti joti. S'kam miell se me pas miell e vaj i baj petullat. Kjo është një mënyrë me thonë se nuk kam asisen, se me i pas baj diçka. Okej? Pasje petulla është fymje, po. Ja, Unë falenderoj shumë për këtë intervistë veçantë. Edhe përsëris prap, është intervista më bukur e jetës time. Faleminderit shumë. Faleminderit ty që na dhe pak nga koha jote dhe të uroj shumë sukses edhe me mrizin edhe me shpiza. Faleminderit ty.